Instituti për Shëndetësi Publike ka publikuar rekomandime të hollësishme për qytetarët e Gosivarit pas ndalesës së lëshuar më 17 korrik nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari për përdorimin e ujit të pishëm nga sistemi ujësjellës i qytetit për shkak të dyshimit të bazuar se uji është i ndotur dhe i pasigurt. Deri në njoftimin zyrtar për heqjen e ndalesës, uji nga ujësjellësi i qytetit nuk duhet përdorur për pije, madje as pas vlimit, përveç nëse institucionet kompetente japin rekomandim tjetër. Qytetarëve u kërkohet të mos e përdorin ujin e rubenitit për pije dhe përgatitje ushqimi dhe në vend të tij të sigurojnë ujë të paketuar të paktën 4 litra për person në ditë. Ndalohet përdorimi i ujit të rubenitit për larjen e frutave dhe perimeve që konsumohen të freskëta për përgatitjen e akullit, lëngjeve, kafes apo çajit, si dhe për përgatitjen e ushqimit për foshnjat. Rekomandohet larja e shpeshtë e duarve me sapun dhe ujë të sigurt, veçanërisht para përgatitjes së ushqimit dhe pas përdorimit të tualetit. Për higjienën personale dhe larjen e dhëmbëve duhet përdorur vetëm ujë i paketuar, ndërsa restorantet, kafenet dhe objektet hotelerike janë të obliguara të mos përdorin ujë të rubenitit për pije apo larje ushqimi dhe të mos i përdorin makinat për akull. Në çerdhe, fëmijët duhet të pinë ekskluzivisht ujë të paketuar. Instituti apelon që në rast të shfaqjes së diares, të vjellave, dhimbjeve të stomakut apo temperaturës së lartë, qytetarët të drejtohen menjëherë te mjeku am ose institucioni shëndetësor më i afërt me kujdes të veçantë ndaj foshnjave grave shtatzëna, personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike. Uji nga ujësjellësi i qytetit mund të përdoret sërish për pije vetëm pas njoftimit zyrtar se ndalesa është e hequr dhe se uji është i sigurt. Pas heqjes së ndalesës, qytetarët këshillohen ta lënë ujin të rrjedh 5 deri në 10 minuta, të pastrojnë pajisjet e ujit dhe të hedhin akullin e prodhuar gjatë periudhës së ndalesës.